Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme në 28 dhjetor, por pa buxhet të miratuar dhe pa mjete për organizimin e tyre. Qeveria në detyrë nuk i ka ndarë ende fondet e kërkuar për procesin zgjedhor, duke rrezikuar jo vetëm zhvillimin e zgjedhjeve, por edhe funksionimin financiar të shtetit në fillim të vitit të ardhshëm. Kosova po hyn në një periudhë vendimtare politike me zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare të caktuara për 28 dhjetorin, por pa siguruar ende mjetet financiare për organizimin e tyre. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se përkundër afateve të ngushta, qeveria në detyrë nuk i ka ndarë buxhetin e kërkuar prej 11.5 milion eurosh, duke rrezikuar zbatimin e proceseve kyçe, si shtypja e fletvotimeve, dërgimi i tyre jashtë vendit dhe përgatitjet logjistike për ditën e votimit. Në mbledhje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka diskutuar për procedurat emergjente që do të mundësonin nisjen e tenderave për shërbimet zgjedhore. Megjithatë, pa buxhet, asnjë proces nuk mund të fillojë zyrtarisht. Sipas planit të miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me 25 nëntor, kostoja për organizimin e zgjedhjeve arrin në 11.493.526 euro, ku vetëm 3.7 milion euro janë të destinuara për dërgimin e fletvotimeve për votuesit i jashtë Kosovës. Votimi me postë është paraprirë të nisë në 12 dhjetor, por pa mjetet e nevojshme financiare, rrezikon të mos realizohet në kohë. Përveç vonesave të sigurimit të mjeteve për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Kosova po përballet edhe me një rrezik më të madh, hyrjen e vitit 2026 pa buxhet shtetëror të miratuar. Ligji për menaxhimin e financave publike parashikon që buxheti duhet të miratohet deri në 30 tetor, por shpërndarja e kuvendit dhe funksionimi i qeverisë në detyrë e kanë pamundësuar këtë. Në këto kushte çdo pagesë, përfshir pagat e punëtorëve publik, pensionet, furnizimet e institucioneve si dhe karburantet për policinë dhe ushtrinë mund të ndalen nga 1 janari, nëse nuk krijohen organe të reja të zgjedhura dhe nëse nuk votohet buxheti 2026. Ekspertët e ekonomisë kanë paralajmëruar se një situatë të tillë do të paralizonte funksionimin e institucioneve publike dhe do krijonte krizë të zinxhirit financiar në vend. Sipas tyre, në rast se nuk miratohet buxheti në kohë, qeveria nuk ka të drejtë ligjore të bëjë asnjë pagesë përveç atyre minimale të emergjencës, duke përfshirë pagat bazë, sigurimet shëndetësore dhe shërbimet jetike. Me që Kosova ka një qeveri në detyrë me kompetenca të kufizuara, procesi i miratimit të buxhetit për vitin 2026 është i bllokuar.